jashtë ekranit të televizionit të UTA, mirë mbrëma, mirë se takohemi edhe këtë mbrëmje me një temë tjetër që jemi mësuar tashmë çdo mbrëmje, të sjellim tek ju tema të ndryshme të fesë islame. Sot në studio unë kam imamin Emil Kallapa, i cili sonte do të na flasë për një temë jashtëzakonisht të bukur dhe që na prek të gjithëve. Është përmendja e Allahut. Përshëndetje dhe mirë mbrëma. Mirë se erdhe. Përshëndetje juja. Sot, si që përmenda edhe pak qaste me parë, tema për sot është përmendja Allahut. Cila është kjo vlerë, sa ka vlerën kjo përmendja Allahut apo dhikri? Bismillah, alhamdulillah, sallallahu sallim u barek ala sejdina u rasulillah. Falenderimet, lavdërimet, lartësimet i takon vetëm Allahut suprem, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të gjitha botrave, sunduesit të zemrave dhe shpirtërave tonë. Ata e falenderojmë për çdo begati dhe mirësi të cilat ai Allahu suprem na i ka dhënë. Begati dhe mirësit si që janë shëndeti, familja, pasuria dhe begatia më e madhe, mirësia më e madhe është udhëzimi. Dërgojmë selama dhe salavate për pejgamberin, salavatu rabbi wa salamuhu alej, bi familjen e tij të ndershëm dhe mbi të gjithat ata të cilët e pasojnë rrugën e tij, traditën, sunetin e tij. Me do e mos, kjo është një ndër temat më të dashur për besimtarin. Me do e mos, kjo është tema apo vepra apo tradita të cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam e përshkruajti si veprën më të lehtë dhe më të dashur. Para mendone ku Allahu suprem duke na treguar edhe shumë vende në Kur'anin famlar, sepse është një ndër veprat e shpeshta, na tregon për shembull një nga ajetet e tij të njohur për ne është Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurukum. Më përmendni që t'ju përmendi, më lartësoni që ju të jeni nga ato të cilët do të përmendeni. Para mendone ku pejgamberi alayhi salatu wassalam në një mënyrë e shpjegon e komenton, bën tefsir këtij ajeti, fjalës së Allahut kelamullah, dhe thot ku me një mexhlis, ku me një ndjenjë përmendet, mblidhen njerëzi për ta përmendur, lavdëruar, lartësuar Allahun suprem, Allahu sunduesi i gjithësisë i dërgon me lajket. Dhe në atë moment me një herën përmenden ato emra, ato persona, ato krijeset tek Allahu suprem. Para mendone ku po dhe në këtë momentin, në këtë ndjenjën tonë, në këtë bisedën tonë, ne po përmendim Allahun, lartësojmë Allahun. Po para mendone ne do jemi nga ato të cilët na përmend Allahu sunduesi i gjithësisë. Po dhe ato të cilët do e shikonin këtë emision dhe ato do të përkujtojnë për kujtimin e Allahut, do të përkujtojnë Allahun suprem. Dhe ato inshallah do të jenë nga ato të cilët në këtë muaj të bekuar do të jenë nga ato të përmendurit tek Allahu dhe melajket në grade më të larta tani për tani. Allahu suprem jo do mos na tha duke thënë ja ju alladhina amanu apo alladhina amanu, ato të cilët besojnë, o ju që besoni. Allahu drejtohet neve besimtarëve. I dallon paksa Allahu në disa vende ku dhe thot ja ju alladhina amanu, ja ju hennes, o ju njerëz, o ju që besuat. Por në rastin e dhikrit, Allahu e përmenden besimtarët. Allahu i thërët besimtarët. Ku për shembull në një ajet, Allahu suprem thot përmendeni Allahu me përmendje të shpeshme, përmendje të madhe, dhikrën kathira. Ku ne Allahun suprem nuk guxojmë t'ja japim vetes së pari lejen që ta harrojmë Allahun. Ku pejgamberi alayhi salatu wassalam mësuesi edukatori ynë më i miri, më i dashur, na mësoi që në çdo rast ne të përmendim Allahun suprem. Ku pejgamberi alayhi salatu wassalam ku me zgjuarjen e tij nga gjumi në mëngjes së pari çka bënte përmendte Allahun suprem. Ku njëra nga përmendjet e tij më të shpeshta, ndoshta edhe më dashur për ne do të ishte ajo raditu billahi rabbe. Ajo do të jetë jam i kënaqur që Zoti im të jetë Allahu. Pra mendone ku pejgamberi alayhi salatu wassalam transmeton nga Aisha radiallahu anha, bashkëshortja e tij, gruaja e tij, ku thonte
Se pejgamberi alayhi salatu wassalam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi, përmendte Allahun në çdo rast. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregoi dhe na tha se ne duhemi të jemi nga ato të cilët në gjuhën e tyre të jetë la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Nuk guzon që gjuhët tona të jenë të thara nga mos përmendja Allahut, por të jenë të, si thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, të lagështa me përmendjen e Allahut suprem. Para mendone ku për fat të keq që ne shpesh herë na ndodh ndonjë rast të mirë, ndonjë mirësi nga begati të shumta, ne nuk dim të falenderojmë Allahun, ne nuk dim të përmendim atë. Besimtari, jo do mos Allahu nuk e thret, nuk e përmend. Besimtari çdo rast e përmend Allahun dhe kur i ndodh ndonjë mirësi, begati, thot elhamdulillah. Jo do mos besimtari kur ndodh diçka e bukur e mirë, thot elhamdulillah, subhanallah, e lavdëron, e lartëson Allahun suprem. Jo do mos besimtari kur është në të vetmi apo në fshehtësi apo është në çdo rast të përmend Allahun suprem, duke thënë la ilaha illallah, duke lavdëruar, lartësuar Allahun suprem me dhikra dhe përmendje të ndryshme. Po, përmende këto dhikret, elhamdulillah, subhanallah, këto dhe që jemi mësuar. Po, cili do t'jetë një dhikër aq me një vlerë të madhe? Mund të na veçosh? Mund të veçohet një dhikëri me vlerë të madhe? Modemos, çdo gjë në këtë botë ka vlerën e vet. Diçka ka vlerën më të vogël, më të madhe, por çdo gjë ka vlerën e vet. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon dhe thot: "Afdalu dhikri la ilaha illa Allah, wa afdalu duai alhamdulillah." Më i larti, më i miri, më i dashuri, më i dobishmi do ta quajnim dhikr është la ilaha illa Allah. S'ka zot tjetër përpos Allahut. Sa thjesht. Shumë thjesht, shumë lehtë. Dhe dua më e dashur është elhamdulillah, apo komentuesit e këtij hadithi thonin është për Fatihan, surën Fatiha. Pra mendone ku më e dashura, kur e pyetnin pejgamberin alayhi salatu wasalam çka ishte më e madhe, më e lartë, më e vlefshme, ajo falënderimi Allahut elhamdulillah apo ajo lartësimi subhanallah, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha elhamdu, kjo subhanallah, lartësimi i Allahut. Pse? Sepse falenderove se falenderove Allahun, nuk ka nevojë Allahut që ti falenderohesh. Ai është huwal ghani, ai është më i pasuri. Falenderove, ai do jetë dhe ishte ghani, më i pasuri. Por kjo subhanallah apo la ilaha illa Allah, kjo neve na nevojitet. Kjo na nevojitet neve që ne të jemi nga ato të cilët e përmendin Allahun suprem. Që ne të jemi nga ato të cilët do anojnë ka kënaqësia, rahatia apo dashuria Allahut suprem, mëshira e tij. Nuk thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, jo do mos ma min qaumin nuk ka nga ai popull i cili yadhkurun Allah, të cilët përmendin Allahun, Allahu i dërgon melaiket, haffethumul malaika. Dhe thot zbritën melaiket, wa ghashiyatuhumur rahma, dhe zbritet mëshira e Allahut, zbritet mëshira dhe dashuria e tij për që Allahu të na fal mëkatet tona, që Allahu të na fshi mëkatet tona. Dhe jo do mos në ndodhemi në muajin më të bekuar, në muajin e ndryshimit, në muajin e përmendjes së Allahut, shumë nga ato të cilët e kanë quajtur muaji i Kur'anit, muaji i agjerimit, muaji i punimeve, veprave të mira të hajrit, shtimi i to, muaji i përmendjes së Allahut suprem. Sa është vlera madhe dhikrit në këtë muaj? Ka vlerë më të madhe se gjatë muajve të tjerë? Normalisht, pejgamberi alayhi salatu wassalam kur thoshte për veprat e tija, kur i dallonte veprat, pejgamberi alayhi salatu wassalam thonte dhe ai vet e shpeshtonte punimin e atyre veprave, dhikrit, leximit Kur'anit, me namaze në këtë muaj, për arsye se ky është muaj i bekuar, muaj i begat, po në qoftë se një namaz do vlente 700 sevape, po thuajmi
jashtë Ramazanit, në Ramazan do të vlijmë ndoshta edhe 10 herë më tepër, për arsye se është muaji i bekuar i Ramazanit, muaji i dalluar për çdo gjë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregonte për këtë vepër si një vepër të dashur. Paramendoni ku në një hadith, paramendoni thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim. Janë dy fjalë të lehta në gjuhë. Paramendoni për shkrimin e hadithit, për shkrimin e këto në dy dhikrave, thot janë dy fjalë të lehta në gjuhë, të rënda në mizan, në peshorën e ditën e llogarisë, dhe janë të dashura tek mëshiruesi, tek kush tek Allahu Suprem, sunduesi i zemrave dhe shpirtërave tonë. Ato janë subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Paramendonën ku në një hadith tjetër thot pejgamberi alayhis salam, duke përshkruar këtë hadith, thot kush thot në ditë 100 herë subhanallahi wa bihamdihi, Allahu ja fshin mëkatet po të ishin sa shkuma e detit. Ne jemi shembulli më i mirë. Gjendemi në një qytet ku shkuma e detit nuk ka fillim as nuk ka fund. E di mirë se as mëkatet, gjunahet tona nuk kanë as fund as mbarim. As fillim as mbarim. Edhe për atë arsye, përmendja e Allahut është ajo e cila neve na fshin mëkatet tona, na pastron neve si persona. Ne në Islam kemi 3 pastrime. Pastrimi i jashtëm, pastërtia e tahar, e nadhafe, dhe kemi pastrimin e mendjes, e dyti dhe pastrimin e zemrës. Paramendone ku ne me këto dhikra, këto me përmendjet e Allahut Suprem, arrim tek pastrimi i mbrendshëm së pari dhe atëherë shkom tek e jashtmja. Se më tepër kemi nevojë për këtë të mbrendshme. Paramendone ku pejgamberi alayhi salatu wassalam na tha për këtë dhikr, po këtë dhikr na merr vetë as 1 minutë. Qëllë herë të thonë subhanallahi wa bihamdihi, 1 minutë të harxhosh për vete, jo për Allahun, për vete, për hir të Allahut. Sepse ty të nevojitet, jo Allahut nuk i nevojitet, huwal ghani, ai është më i pasuri, ai është mëshiruesi, mëshirëploti. Neve në nevojitet që ne të pasurojmë veten tonë, ne të pasurojmë veten tonë, dhe ne të jemi nga ato të cilët do të jemi në umbrellën e dashurisë dhe kënaqësisë së Allahut Suprem. Paramendone ku thame për këtë pastrimin në Islam. Paramendone ku Allahu Suprem thot: "Qad aflaha man tazakka." Në një farë kuptimi do të thot, a ka nga ato të cilët dojnë pastrim. Dhe Allahu Suprem në vazhdim thot: pastrohen ato të cilët e përmendin Allahun, ato të cilët e lartësojnë Allahun Suprem, ato të cilët janë gjuhet e tyre në përmendjen e Allahut Suprem, nuk e harrojnë atë Allahun, nuk e harrojnë. Përmendone ku ne gjendemi në një muaj ku ne duhet ta shpeshtojmë përmendjen e tij, ku muaji i Ramazanit është edhe një muaj i cili ne i kthen vëmendjen tonë, na kthen mendjen tonë, zemra dhe shpirtrat tonë në një zero. Edhe ku mbas Ramazanit të arrin një shprehje të re, një traditë të re, që ti të vazhdosh siç ishe në Ramazan, të vazhdosh dhe mbas Ramazanit. Dikush tha vetes, nuk u fala para Ramazanit, por në Ramazan do të mundohem të përkushtohem të falem në Ramazan. Të jem nga ato të cilët i përkushtojnë Allahut me agjerim, nuk agjerova me parë. Do të jem nga ato të cilët e përmendin Allahun dhe mbas asaj, mbas Ramazanit të vazhdojnë me përmendjen e Allahut, sepse muaji Ramazanit është muaji i ndryshimit. A ka ndryshim më të mirë se me përmendjen e Allahut Suprem? Përmendje që ky muaj vlen të pastrojmë të këqijat, pastrohemi nga të këqijat. Po si e percepton feja islame mbushjen e zemrës? Shumë pyetje më vend, shumë pyetje mirë. Kjo është ajo pastrimi i tretë të cilën ne përmendëm së pari. Më parë dhe ai ishte paramendoni ku Allahu Suprem thot: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju që besuat. Në këtë ajet me do mos neve, besimtarve, agjeruesve, namazlive, do të thonë muslimanëve besimtarve i drejtohet Allahu Suprem, sunduesi i gjithësisë, sunduesi i zemrave dhe shpirtërave tonë, dhe thot: "Wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Dhe me përmendjen e Allahut
qetësohen zemrat. Ala bi dhikrillahi tatma'innu qulub. Në shumë pak vende ne domethënë hasim apo gjejmë ku Allahu e vërteton me njëherë në të vetmin ajet dhe thot domethënë me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat, me të vërtetë me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Zemrat tona me do mos janë sot të mbushura me plot ligështi. Shumica nga zemrat tona flejnë, shumica nga zemrat tona janë të prishura, janë të vyshkura, janë të zeza. Bane men ku gjdo zemra e jona e ka një sundus, ai sundus ishte Allahu Suprem, dhe ai shkrijuesi i neve. Paramendone një rast ku Ademi alayhi salam u kriju dhe shejtani i mallkuari shkoi për ta shikuar trupin e tij. Ai shikonte cep me cep, por nuk e gjeu zemrën dhe nuk e gjeu shpirtin. Gjeu çdo gjë, por nuk i gjeu këto dy gjëra. Për arsye se Allahu i ka fshih nga ai, por paramendone ku asnjë zemrën nuk e shohim, është brenda nesh, por i shohim veprat të cilat ne i veprojmë, i shohim ne ato çka zemra jone ndjen, ato çka ne kemi brenda nesh. Dhe me do e mos pastrimi më i mirë, më i ndevershëm do të ishte pastrimi i zemrave tona me përmendjen e Allahut Suprem. Ne në qoftë se dojmë pastrim, është përmendja e Allahut, sepse për çdo smundje Allahu Suprem e ka dhënë ilaçin. Shkom në mjeksi e ka për çdo gjë sot ilaç. Por nuk ka ilaçin e zemrës. Ilaçi i zemrës gjendet vetëm tek dhikris, përmendja e Allahut Suprem. Në qoftë se dojmë qetësinë, do e gjenim tek përmendja e Allahut. Nuk ka asnjë adhurim i cili nuk ndërlidhet me me përmendjen e Allahut. Do falim namazin, do jemi në lutje Allahut, do të jesh në përmendjen e Allahut. Do është ta përmendesh Allahun në namaz. Je në agjerim, përmendja e Allahut. Je në haxh, ta përmendesh Allahun Suprem. Paramendone ku pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon për këtë zemrën. Thot dallimi mes atij i cili përmend Allahun dhe atij i cili nuk e përmend Allahun është sikur ai i vdekuri dhe i gjalli. Subhanallah, paramendoni, i vdekuri dhe i gjalli, si ajo lule e cila kur ne i japim ujë, ajo do gjallëroj, do jap shije, do jap erë ndoshta, do jap bukuri bashkëve tona. Por asaj lule të cilës ne nuk i japim ujë, nuk e mbikëqyrim, ajo do vyshket, ajo do humbet, nuk do ekzistoj më. Do ishim në nevojë që të marrim një lule tjetër. Por parashtrohet pyetja, a janë zemrat tona ato të cilet ne duhet t'i pastrojmë, apo ne duhet t'i zgjadherojmë, apo ne t'i zgjojmë nga gjumi i thellë, sepse për fat të keq shohim se shumë nga ne janë në gjumë të thellë, apo siç thënin më parë, në qoftë se ti nuk je në përmendjen e Allahut, shiko që ta ndryshosh zemrën. Shiko ta ndryshosh zemrën. Don që ti ta dish, pejgamberi alayhi sallam thot, don që ta dish ti, a është Allahu i kënaqur me ty, a je në umbredhën e kënaqësisë dhe dashurisë së Allahut, rridhe medito dhe pyet veten me çka të ka preokupuar Allahu Suprem. Paramendone ku ai i cili është i preokupuar, i cili merret me përmendjen e Allahut Suprem, do mos do të jetë në umbredhën e dashurisë, mëshirës dhe kënaqësisë së Allahut Suprem. Po, përmendja dhikrit, a ka një kohë të caktuar gjatë ditës apo gjatë javës? Ka një kohë të caktuar apo bëhet kur ta don shpirti? Pejgamberi alayhi salatu wassalam na edukoi dhe na mësoi disa dhikra, përmendjet e Allahut të cilët bëhen në mëngjes dhe në mbrëmje. Por pejgamberi alayhi salatu wassalam na mësoi ku në ndenjat e tija, në transmetimet ku transmetohet, se pejgamberi alayhi salatu wassalam, si që thash më parë, në çdo rast e përmendte Allahun, në çdo vend. Nuk e harronte Allahun Suprem në çdo rast, në çdo moment. Dhe Allahu Suprem në një ajet thot, alladhina
yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ato të cilët e përmendin Allahun në këmbë, në ndej, radh, shtrit apo në çdo rast, në çdo moment kemi nevojë që ta përmendim ne Allahun suprem. Nuk ke nevojë që të ndodhesh ti në një vend të caktuar në botë që ta përmendesh Allahun. Nuk ke nevojë që të ndodhesh vetëm një ditë apo një javë apo një muaj në vit, vetëm në atë ditë apo vit apo javë ta përmendesh Allahun. Por zemra dhe shpirtrat tonë, familjet tona, shtëpijet tona, koha jon ka nevojë për përmendjen e Allahut të shpeshtë, çdo ditë, në çdo rast, në çdo moment. Kur ti hyn kur del nga shtëpia së pari, ku zgjohesh. Pejgamberi alayhis salam mësonte, na edukonte, na udhëzonte në një mënyrë si ti sa të zgjohesh më njëherë të ish në përmendjen e Allahut, në mbredhen e mbrojtjes së tij. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush e përmenden Allahun me ajetul kursi, kush e përmenden e lexon ajetul kursin, do të jetë në mbrojtjen e tij deri në mbrëmje. Kush e përmenden këtë sure, kush e lexon këtë sure në mbrëmje, do të jetë në mbrojtjen, mbredhen e mbrojtjes së Allahut deri në mëngjes. Pra mendoni ku pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, do të dalësh nga shtëpia, e përmenden Allahun, bismillah tawakkaltu ala Allah, me emrin e Allahut të mbështetem ty o Allah. Vetëm këtë tash thuash në gjuhën arabe apo në gjuhën tënde, çdo gjuhë Allahu i kupton, çdo gjuhë Allahu është krijuesi i gjuhëve tona. Me do e mos do të ish në mbrojtjen e tij. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kush thot, jam me emrin e Allahut dhe në mbrojtjen e tij, Allahu do ta mbroj. Pra mendoni hyn në automjet dhe përmenden Allahu, thume bismillah, do hash buk, me bismillah, thua bismillah në çdo rast, me emrin e Allahut. Pra mendoni ku Allahu për ne është në çdo rast, në çdo moment. Me qenë se minutat kanë vijuar, cili do të jetë një mesazh i fundit për shikuesit mbi këtë temë që folën? Una do të përmendi një lutje të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam në shpesh herë përmende, dhe ky do të ishte një lutje, dua madhështore, dua të cilën ne shpesh herë duhet ta përmendemi, sidomos në muajin e Ramazanit, po edhe jashtë atij. Ai do të jetë ya muqallibul qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti i cili i drejton zemrat tona, ma drejto zemrën time, ka dini feja yte. Lusim Allahun suprem, sunduesin e të gjithësisë, që të na bëjnë nga njerëzit të ndershëm dhe së pari të sinqert. Sinqeriteti është me do e mos diçka shumë e vlefshme, dhe me përmendjen e Allahut ne arrim tek sinqeriteti i tij, se çdo vepër e jona ka nevojë për përmendjen e Allahut dhe sinqeritet. Lusim Allahun suprem që siç na mundësoj që ne ta presim këtë muaj të bekuar të Ramazanit, atë Allahun e lusim që të na bëjnë nga ato të cilët do jenë banorët e xhennetit. Amin. Faleminderit shumë për gjithë këtë bisedë që kishim, që besoj që ka transmetuar atje dhe për te ekranit një ndjesi ndryshe dhe ka veçuar përmendjen e Allahut, ka theksuar, ka vënë pas se sa e madhe është kjo vepër. Ne falenderojmë atje dhe shikuesi që na ndoqën këtë minutazh në emisionin që ja kemi kushtuar muajit të shenjtë të Ramazanit. Ne takohemi çdo mbrëmje, si me mua ashtu dhe me kolegët e mia. Deri tek takimi i ardhshëm së bashku, mirupafshim.